I humbur është ai që e harron Allahun. Dr. Aid El-Kanni, Allahu e ruajt, rrëfen dhe thot: para disa vitesh udhtova prej Riadit për në qytetin e Damamit. Në aeroport arrita në mesditë dhe pasi që shoku im që doja ta takoja ishte në punë, e mora një makinë dhe u nisa drejt hotelit. Kur hyra në hotel, e vërejta se nuk ishte shumë njerëz dhe vizitor. Personeli mi dha qelsat e një dhome në katin e 4 të hotelit, larg personelit dhe syve të njerëzve, dhe nuk kisha shoqërues me vete në këtë udhtim e as në hotel. U futa në dhomë, çantën e lash mbi krevat dhe hyra në tualet të marr abdes. Pasi që morra abdes, u afrova ta hap derën, mirë po e gjeta të mbyllur, nuk hapej. Tentova ta hap derën me gjithë mënyrat, mirë po pa sukses. Fillova ta rikujtoja Allahun e madhruar. Mbeta në këtë vend të errët, të ngushtë, pa dritare që deporton drita nëpërmjet saj, pa telefon që ta therras ndo kënd, pa shoqërues me mua në dhomë. Filluan djersët të më mbulojnë, zemra të më rrah shpejt dhe trupi të më rrëshqethet. Kjo, nga se isha në vend të çuditshëm të huaj, çdo gjë ndodhi pa pritmas, dhe s'kisha mundësi ta lajmëroj askënd se çfarë po ndodh me mua. Në ato momente, më kujtuan shumë gjëra, përjetimin e momente të kaluara të jetës. E tërë jeta më sillej në përmend. Në fund mendova t'i bie derës dhe ta lëviz nga vendi. Dhe, me të vërtetë, fillova t'i bie me këtë trup të dobët dhe të pamundshëm. E vërejta se copa e hekurit hapej dal nga dal, si akrepi i orës, dhe fillova t'i bie edhe më fort. Dhe çdo herë kur lodhesha, ndalesha e pushoja dhe prap vazhdoja. Në fund, me ndihmën e Allahut, dera u hap. Mu duk sikur të dilja nga varri. Brenda qëndrova afër 20 minuta, por sikur se të ishin 3 ditë. E falenderova Allahun për atë që ndodhi. Kjo ishte një mësim që ta rikujtoi dobësinë e njeriut, mundësitë e pakta që i ka dhe takimin e tij me vdekjen. Dhe i rikujtova mangësinë tonë në vete dhe në jetë, dhe se si e harrojmë ahiretin aq lehtë. Islami është vepër e jo vetëm fjalë. Imami dha selam dhe e përfundoi namazin e akşamit. Ishte imam në njërin nga xhamitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me njëherë pas namazit ju afrua një njeri, trup madh e zeshkan, dhe mori prej tij leje që të marrë mikrofonin në dorë dhe ju drejtua xhamatit. Ishte hera e parë që xhamati e shihnin këtë njeri në xhaminë e tyre. Ky njeri u tha: Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Dhe filloi ta lexoi surën Fatiha, ajet pas ajeti, derisa e përfundoi me një tekst të dobët dhe dëgjuesi po mos ta dinte surën Fatiha, s'do të kuptonte fare se çfarë lexon, asnjë shkroni. Pasi që përfundoi leximin e tij, e mbylli mikrofonin dhe shkoi në fund të xhamisë. I fali 2 rekat vullnetar dhe pastaj doli. Imami e përcillte duke u falur dhe pasi që e përfundoi namazin, i shkoi pas dhe në mendjen e tij kishte mira pyetje se kush është ky djalosh dhe çfarë nxiti ta veproj atë që e veproi. As nuk kishte zë të bukur e as shqiptim të pastër, e as lexim të drejtë. Kryesorja ishte se imami arriti ta ndalë dhe ja parashtroi pyetjet, kurse ajo që dëgjoi nga ky djalosh ishte befasi. Djaloshi i tha: Unë jam musliman i ri, e kam pranuar islamin para 2 ditëve dhe lexova një libër rreth islamit dhe përcjelljen e tij deri te njerëzit dhe i gjeta një hadith të mrekullueshëm që më nxiti ta bëj atë që e bëra sonte në xhami. E cili është ai hadith? E pyeti imami. U përgjigj: Hadithi: përcjellnin nga unë qoftë edhe një ajet. Unë i di përmendsh 7 ajetet e surës Fatiha dhe ato i përcolla sonte në xhami.